Kompani telefonike porisin çmimet, duke filluar nga 1 maj 2026, kjo praktik po zbatohet për përdoruesit me një rritje deri në 2.2% sipas inflacionit mesatar të vitit 2025. Edhe pse kjo rritje është relativisht e vogël, shqetësimi kryesor lidhet me efektin afatgjat. Nëse çmimet rriten çdo vit, kostot e komunikimit për qytetarët do të shtohen gradualisht. Kjo praktik po aplikohet kryesisht nga shërbimet celulare, ku tregu ka konkurrencë të kufizuar. Nga ana teorike, lidhja automatike e çmimeve me inflacionin është e diskutueshme, sepse kostot reale të operatorëve nuk ndjekin domosdoshmërisht të njëjtën rritje si çmimet e përgjithshme të konsumit. Pra, rritja e tarifave nuk reflekton gjithmonë një rritje reale të shpenzimeve të kompanive. Autoritetet përgjegjëse për konkurrencën po analizojnë këtë praktikë si pjesë e një hetimi më të gjerë mbi tregun celular. Dyshimet lidhen me faktin që tregu dominohet nga pak operator dhe ka shenja të sjelljes së ngjashme në rritjen e çmimeve, çka mund të kufizojë konkurrencën dhe zgjedhjet për konsumatorët. Ndërkohë të dhënat tregojnë se çmimet për shërbimet celulare në Shqipëri janë rritur për disa vite radhazi. Kjo lidhet si me rritjen e çmimeve, ashtu edhe me strukturën e tregut dhe kostot e investimeve në teknologji. Indeksimi i çmimeve me inflacionin është një praktikë e lejuar, por me ndikim të diskutueshëm. Mund të sigurojë stabilitet financiar për operatorët, por në të njëjtën kohë rrit gradualisht barën për konsumatorët dhe ngre pikpyetje mbi nivelin real të konkurrencës në treg. Aplikimi i një praktike të tillë shton shqetësimin për efektin afatgjat që mund të ketë në kohë. Një indeksim i përvitshëm, për më tepër në periudha ku inflacioni mund të jetë ndjeshëm më i lartë, do të sillte shtrenjtim progresiv të kostove të komunikimit për përdoruesit shqiptar. Nga ana tjetër, autoriteti i konkurrencës shprehet se kjo çështje është një nga elementet e hetimit të thelluar që ky institucion ka hapur në tregun me pakisë të shërbimeve celulare në nëntorin e vitit të kaluar.